Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmet, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Ashtu si çdo sistem ka rregullat dhe programin e tij të funksionimit, edhe jeta e njeriut ka nevojë për një program të përsosur, që ta udhëheqë atë në çdo hap të tij. Ky program është Kurani, fjala e Allahut, e zbritur për të ndriçuar mendjen, për të pastruar zemrën dhe për të ndërtuar një shoqëri të drejtë e të moralshme. Në një botë ku njeriu përballet çdo ditë me zgjedhje, sfida dhe pasiguri, lind nevoja çdo ditë më shumë për një udhërofyes të sigurt që ta drejtojë atë drejt së vërtetës dhe lumturisë. Kurani nuk është thjesht një libër që lexohet për bereqet, për mbarësi apo në raste të veçanta fetare. Ky Kuran është plani i plot jetese që përfshin marrëdhënien e njeriu me krijuesin, me familjen, me shoqërinë dhe me vetveten. Në faqet e tij gjenden mësime që i japin kuptim jetës, forcojnë karakterin dhe i tregojnë njeriut rrugën e suksesit në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj, sa më shumë që njeriu e njeh dhe e zbaton Kuranin, aq më shumë njeriu gjen paqen, qetësinë, urtësinë dhe drejtimin që ai kërkonte dhe udhëzimin në jetën e tij. Të nderuar dëgjues dhe shikues, do ju ftoja të ndiqnim së bashku për ditën e sotme suren e 98 të Kuranit famëlar, suren Bayina. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ata që nuk besojnë prej tharëve të librit dhe i dhujtarëve, nuk do të largoheshin nga mosbesimi i tyre derisa të vinte dëshmia e qartë. Një i dërguar nga Allahu, i cili t'u lexonte faqe të pastra Kuranin, të cilat përmbanin rregulla të drejta. Ata që u ishte dhënë libri, u përçan vetëm atëherë kur u erdhi dëshmia e qartë. E megjithatë, ata që janë urdhëruar vetëm që ta adhuronin Allahun me përkushtim të sinqert, duke qenë në fenë e pastër të Ibrahimit, si dhe të falnin namazin e të jepnin zekatin. Kjo është feja e drejtë. Në të vërtetë, ata që nuk besojnë prej tharëve të librit dhe i dhujtarëve, do të hynë në zjarrin e xhehenemit, në të cilin do të mbeten përgjithmonë. Ata janë krijesat më të këqija. Padyshim, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, pikërisht
ata janë krijesat më të mira. Shpërblimi për ta është e Zoti i tyre. Kopshtet e Adnit, nëpër të cilat rrjedhin lumenj e ku do të banojnë për herë. Allahu është i kënaqur me ta, por edhe ata janë të kënaqur me ata. Kjo është dhurata për ata që e kanë frikë Zotin e vet. Të nderuar dëgjues dhe shikues, takohemi sërish sonte në programin Nektari i Xumas. Ky program i cili sjell për ju tema të ndryshme sociale, fetare, të bashkuara me argumente shkencore, duke u bazuar më shumë në fjalën e Zotit të Gjithësisë, të Kuranit familjar. Pritjen e sotme pikërisht do të flasim për fjalën e Allahut, për fjalën e cila nuk ka fjalë tjetër mbi ta. Është fjala e cila na argumenton neve krijimin ton, na argumenton neve jetesën dhe na jep neve udhëzimin në çdo hap të jetës tonë në këtë jetë. Do të flasim sot për Kuranin si program i jetës së njeriut. Feja islame përfshin programin më të plot për jetën njerëzore dhe përmban gjithçka që e udhëheq njeriun drejt lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër. Themelet dhe ligjet e kësaj feje janë njohur përmes Kuranit të shenjtë dhe Sunetit të bekuar. Kurani i shenjtë është burimi i parë dhe kroji prej të cilit rrjedhin këto mësime. Ligjet islame, të cilat përmbajnë një varg njohurish besimore, parime morale dhe rregulla praktike, i gjejnë burimet e tyre autentike në ajetet e Kuranit të shenjtë, teksa Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Vërtet, ky Kuran udhëzon drejt asaj që është më e drejta dhe më e mira. Po ashtu, Allahu xhaleshanuhu thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Dhe ne ta zbritëm ty librin si sqarim për çdo gjë, udhëzim, mëshirë dhe përgëzim për muslimanat. Ajeti i parë që citova për ju ishte ajeti i 9 i surës Isra dhe ky ajet është ajeti 89 i surës Nahl. Nëse meditojmë me kujdes mbi pikat e mëposhtme, do të kuptojnë se si Kurani i shenjtë përfshin programet dhe udhëzimet jetësore që janë të domosdoshme për njeriu. Le ta nisim me të parën. Programi i parë është lumturia dhe synimi i njeriut. Çdo njeri në këtë jetë synon të arrijë lumturinë e përsosur. Mirpo, njerëzit ndryshojnë në përcaktimin e saj dhe në mënyrën se si mendojnë se mund të arrihet. Disa e shohin lumturinë te pasuria, të tjerë të prestigji dhe posti i tyre e fama, ndërsa disa të tjerë e shohin tek pra autoriteti ose pjesa çfarë kanë fituar nga kjo botë e kështu me radhë. Por lumturia e vërtet është ajo lumturi e ditës së ringjalljes në xhenetin e Zotit të Gjithësisë. Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ndërsa bota tjetër është më e mirë dhe më e qëndrueshme. Ajeti 17 i surës Ala. Ky ishte programi i parë që Kurani mundson njeriu. Pra lumturinë dhe i kap veshin ose i tërheq vëmendjen që lumturinë nuk e gjen në këtë botë, por e gjen në botën tjetër. E dyta, domosdoshmëria e ligjeve dhe e rregullave. Njeriu duhet të ketë një qëllim të caktuar në veprimet e tij individuale dhe ato shoqërore. Për të arritur këtë qëllim, veprat e tij duhet të mbështeten në ligje dhe norma, të vendosura nga feja ose nga sisteme të tjera. Vetë Kurani i shenjtë e mbështet dhe e pranon këtë parim kur thot: Bismillahirrahmanirrahim. Secili ka drejtimin e vet, ka i cili kthehet. Prandaj garoni në vepra të mira. Është ajeti 148 i surës Bekare. Programi i tretë të nderuar dëgjues dhe shikues, programi etik në Kuran është domosdoshmëria e përputhjes së ligjeve me natyrën njerëzore, pra al-fitra, natyra se si e ka krijuar Zoti i Gjithësisë në fillim e njeriu. Ligjet, rregullat dhe normat duhet të jenë në përputhje me natyrën e pastër njerëzore dhe jo të burojë nga emocionet apo nxitjet individuale apo dhe ato shoqërore. Ky është ligji i tërgjithësisë.
Lumturia dhe përsosmëria e saj arrihen duke ndjekur atë natyrë me të cilën Allahu e ka krijuar. Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Zoti ynë është ai që i dha çdo gjëje formën e saj dhe pastaj e udhëzoi. Ajeti 50 i surës Taha. Allahu thot: ai që krijoi dhe përsosi dhe ai që caktoi masën dhe udhëzoi. Ajeti i 2 dhe i 3 i surës Ala, dhe kemi në surën Shams nga ajeti 7 deri në ajetin e 10, ku Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Pasha shpirtin dhe atë që e formësoi atë, dhe ja frymëzoi atij të keqen dhe devotshmërinë e tij. Ka shpëtuar ai që e pastroi atë dhe ka dështuar ai që e ndyti atë. Allahu vazhdon dhe na tregon në Kuranin e Shenjtë për programin se si njeriu duhet të jetë në përputhje me ligjet e natyrës së tij. Pra çdo gjë duhet të jetë në përputhje me ligjen e natyrës së tij, siç është krijuar në fillim El Fitra, ku Allahu thot në Kuranin e Shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Prandaj, drejtoje fytyrën tënde me përkushtim të ploh kahfeja e drejtë, sipas natyrës El Fitratu së Allahut, me të cilin ai i krijoi njerëzit. Nuk ka dyshim dhe ndryshim në krijimin e Allahut, kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e din. Ajeti 30 i surës Rum. Allahu thot dhe vërteton në Kuranin e Shenjtë se vërtet feja tek Allahu është Islami, dhe kush kërkon tjetër fe përveç Islamit nuk do t'i pranohet. Pas sqarimit të gjitha këtyre parathënieve, theksojmë dhe themi se Kurani i Shenjtë ka vendosur programin e jetës për njeriu. Ai e ka bërë njohjen e Allahut themelin e tij. Programi dhe besimi në njohshmërinë e Zotit të Gjithësisë janë prej parimeve të para të fesë. Përmes njohjes së Allahut, Kurani udhëzon njeriu drejt besimit në ringjalljen dhe në ditën e gjykimit, në të cilën punëmiri do të shpërblehet për të mirën që ka bërë, ndërsa keqbërësi do të ndëshkohet për të keqen e tij. Këtë e ka bërë parimin e dytë të fesë. Pastaj, përmes besimit në ahiret, e udhëzon drejt njohjes së profetit, sepse shpërblimi dhe ndëshkimi për veprat nuk mund të kuptohen pa njohur bindje dhe mosbindjen, të mirën dhe të keqen. Kjo njohje nuk mund të arrihet përveç se nëpërmjet shpalljes synore, al-wahi dhe profetësisë. Këtë e ka bërë parimin e tretë. Dhe Kurani konsideron të gjitha këto parime, besimin në tauhid, në profetësi, nga e cila rrjedh dhe imamati, dhe ahireti, nga e cila rrjedh dhe drejtësia e Allahut, si themelet e fesë së pastër islame. Pas kësaj, Kurani ka sqaruar parimet e moralit të pëlqyer dhe virtytet e larta që përputhen me këto tri parime, të cilat duhet t'i zotërojë çdo besimtar. Më pas ka ligjëruar rregullat dhe normat praktike që garantojnë lumturinë e vërtetë të njeriut dhe zhvillojnë tek ai moralin e mirë. Kurani i Shenjtë përmban burimet themelore të tri bazave kryesore të Islamit. E para, parimet e besimit që janë akida, të cilat janë themelet e fesë, që fillon me tauhidin, njohshmërinë e Allahut, profetësinë, an-nubuwa dhe ringjallja që është al-ma'ad. E dyta, nga bazat kryesore të Islamit që përmban Kurani, është morali al-akhlaq. Pra Allahu në Kuranin e Shenjtë na tërheq vëmendjen gjithmonë që neve të bëjmë mirë me të tjerët, të bëjmë mirë me veten tonë, të bëjmë mirë me prindërit, pra të sillemi mirë me shoqërinë ku ne jetojmë dhe të ngrijmë vlerat tona nëpërmjet moralit. Dhe e treta janë dispozitat fetare dhe ligjet praktike, themelet të cilave i ka sqaruar Kurani i Shenjtë. Ndërsa shpjegimin e hollësive të tyre ja ka lënë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe familjes së pastër të tij, Ehli Bejtit paqja qoftë mbi ta. Shpjegimin e Ehli Bejtit të profetit e ka konsideruar në të njëjtin nivel me shpjegimin e tij, siç dëshmohet nga hadithi e Thaqalain, transmetimi i të cilit është i njohur dhe i përcjell gjithësisht si te Ehli Sunneti ashtu dhe të shiitët, ku ky hadith thot profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se kur të largohet nga kjo jetë, do lë mes jush dy gjëra të cilat janë
të rëndësishme për ju, të lej fjalën Allahu xhaleshanhu dhe ehli bejtin e tij, pra ehli bejtin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si dy pishtar ndriçues për njerëzit pas largimit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga kjo jetë. Këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtje dhe ndihmën e Allahu xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن